do të preferoja që të shihja procesin duke u përmbyllur. Por, ishin dy arsye përse nuk më erdhi shumë keq përse përfundoi pa epilog. Për shkak se do të ishte pothuajse pamundshme që të analizohej dëshmitë në mënyrë të kënaqshme për argumentet përmbyllëse. Ekipi ynë po zvoglohej, kishte kufizime në financa, kishin gjithë ato dëshmi dhe nuk isha shumë i bindur se mrena kohës që na ishte dhënë nga gjykatësit që do të mund të prezantonim të gjitha ato dëshmi që kishim. E dyta është, pa marrë parasysh çfarë vendimi do të mirej, pa menjëherë do të kishte edhe një apel, 2 vite, 3 vite të tjera, prap. Çfarë do që të ishte vendimi përfundimtar, përveç nëse Miloševići të ishte shpallur i pafajshëm, që do të ishte, ai do të bëhej më shumë martir se sa që ishte deri atëherë. Prandaj mund të mendohet se fakti që u përfundua aty me pothuajse të gjitha dëshmit, jo të gjitha dëshmit, sepse nuk u përball me Bosnjën, por pothuajse të gjitha dëshmit ishin prezantuar dhe të gjitha ishin prezantuar në publik dhe nuk kishte rast ashtu mundësi që ai të bëhej martir, ndoshta nuk ishte edhe epiloga që i keq. Sa arriti të sjell drejtësi për luftrat në Jugosllavi, Tribunali i Hagës. Ju përpos rastit Miloševićit natyrisht e keni observuar nga afër situatën me gjykimin e komandantëve shqiptar nga Kosova, Ramush Haradinajt, më herët Fatmir Limajt, rastet të tjera që erdhën në vazhdimsi. Tribunali i Hagës e ka patur një mandat goxha të gjatë dhe e ka trajtuar nga Kroacia te Bosnia e Hercegovinës, te natyrisht Kosova,